Galatasit 5 vargjet 22 dhe 23 flasin për frytin e frymës. Dhe ne do të ndalemi së bashku tek kjo pjesë. Vargu 22 thot, por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, adhurimi, mirësia, besnikëria, butësia dhe vetëpërmbajtja. Dashamirësia e frymës. Adhurimi prodhon karakter. Ndërsa studiojmë Biblën, e ndërsa ne jetojmë jetën tonë si të krishterë, kuptojmë diçka shumë të rëndësishme. Një nga mënyrat për të adhuruar Perëndin është dhe mënyra se si neve jetojmë fjalën e tij. Pra nëse duam që të adhurojmë Perëndin, nëse duam që të bëjmë vepra adhurimi ndaj Perëndis, ne duhet të fillojmë duke jetuar fjalën e tij. Galatasit na fton në një rrugë tjetër shumë të rëndësishme. Edhe Pali pikërisht bën këtë gjë dhe fton njerëzit të kuptojnë se sa e rëndësishme është kjo pjesë. Perëndia nuk ka nevojë për vepra të dukshme nga jashtë. Perëndia ka nevojë për zemrën. Perëndia ka nevojë për jetën tonë. Ndërsa do të shikojmë me pak kujdes vargun 22, shikojmë. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, adhurimi, dashamirësia, mirësia, besnikëria, butësia, vetkontrolli dhe kundër këtyre nuk ka ligj. Karpos në origjinal është fryt. Edhe e zbulojmë që edhe e dim që është numrin njëjës, nuk është në numrin shumës. Pra kemi 9 virtyte që janë një fryt i vetëm me 9 manifestime të ndryshme. Jo një listë prej nga zgjidhen disa cilësi të preferuara. Tani pse Pali shkruan këtu edhe në këtë lloj mënyre? Pali shkruan kundër legalizimit galatian, të ndihmit për të kthyer ligjit si rrugë drejtësimi. Zgjidhja jo vetë disiplinë, por lidhja me frymën e shenjtë. Ecën në frymë. 5:16 dhe në frymë neve ecim. Te kapitulli 1, vargjet 6 dhe 7, thot, çuditem që kaluat kaq shpejt nga ai që ju thirri, ju nëpërmjet hirit të Krishtit në një ungjill tjetër, që nuk është tjetër, por ka disa njerëz që ju turbullojnë dhe që duan ta shtrembërojnë ungjillin e Krishtit. Vazhdojmë dhe me vargun 8, por edhe në qoftë se ne ose një angjëll i qellit ju predikonte një ungjill tjetër nga ai që ju kemi predikuar, qoftë i mallkuar. Ashtu pra, siç e tham dhe më përpara, e them përsëri, nëse dikush ju predikon një ungjill tjetër nga ai që keni marrë, qoftë i mallkuar. Pra kur vim në Krishtin, nuk kemi nevojë për gjëra shtesë, por kemi nevojë që të jetojmë jetën tonë si të krishterë, sipas fjalëve të Perëndisë. Pali pra po përpiqet të rrasë vëmendjen Galatasve duke ju thënë, shiko, ne nuk kemi nevojë për ligje, ne nuk kemi nevojë për rregulla të tjera. Pali do të thoshte kështu. Në qoftë se ju do të dëshironi rregulla, atëherë ju a tregoj unë rregullat. Edhe shkojmë pikërisht tek pjesa jon që ne po studiojmë së bashku, Pali të shko. Nëse ju dëshironi që të bëni, me të vërtet doni të bëni Perëndin të gëzuar, të nderoni Perëndin tuaj, atëherë unë ju ftoj thot të studioni fjalën e Perëndis, por edhe të bindeni fjalës së Perëndis duke adhuruar Perëndin, duke e treguar atë me vepra, duke jetuar jetën në mënyrë të perëndishme ose duke vënë në dukje frytin e frymës. Tani, neve te ky varg kemi 3 grupe që janë 9 virtytet e frytit të frymës. Grupi i parë do të ishte dashuria, gëzimi, paqja, që janë me Perëndin. Dashuria për Perëndin është shumë e rëndësishme. Të jesh i gëzuar me Perëndin, po ashtu është edhe rëndësishme. Por gjithashtu e rëndësishme është dhe fakti që të jetojmë në paqe me Perëndin. Të jetojmë me dashurinë e Perëndis, të jetojmë me gëzimin e Perëndis, të jetojmë me paqen e Perëndis. Kemi grupin 2 që është durimi, dashamirësia, mirësia me të tjerët. To janë 3 virtyte të vështira në fakt për të praktikuar, sepse ne kemi shumë të vështirë të durojmë të tjerët, të duam të tjerët, e të japim mundësi të tjerëve. Por siç e shikojmë, Perëndia na thret neve që të kemi dashuri për Perëndin dhe për të tjerët. Të kemi durim për të tjerët ashtu siç Perëndia ka durim për ne. Grupi i tretë është besnikëria, butësia, vetkontrolli, që duhet ta kemi me veten. Besnikëria në fakt për veten tonë dhe me veten tonë është shumë e rëndësishme për të patur një marrëdhënie me Perëndin. Duhet të respektojmë veten tonë, pastaj të fillojmë të respektojmë edhe të tjerët. Duhet që ta duam veten tonë, pastaj të duam edhe të tjerët. Duhet që të kemi paqe me Perëndin në radhë parë, pastaj do të kemi paqe edhe me të tjerët. Pra në qoftë se neve i arrijmë t'i kujtojmë dhe t'i kuptojmë këto virtyte, atëherë do ta kemi edhe më të lehtë.
Në origjinal fjala Krestostes është dashamirësia. Dashamirësia është një virtyt i dobishëm, i mirë, i ëmbël në natyrë, jo thjesht sjellshmëri sipërfaqësore. Tani përdoret për karakterin e vet Perëndis. Këtë e gjejmë tek Romakët kapitulli 2 vargu 4, kapitulli 11 vargu 22, Efesianët kapitulli 2 vargu 7, tek Titi kapitulli 3 vargu 4. Prirje e brendshme drejt mirëbërjes ndaj të tjerëve edhe kur se meritoj. Për ulësia lind dashamirësinë. Vetëm dikush që ka vdekur ndaj egos së vet mund të jetë vërtet dashamirës, pa pritur shpërblim e mirënjohje. Adhurimi i përdorur prodhon karakter dhe dashamirës. Jakobi kapitulli 4 vargu 6. Nëse neve duam me të vërtet që të kemi një marrëdhënie me Perëndin, ne duhet të kuptojmë rëndësinë e të vdekurit me personin e vjetër. Në qoftë se duam ta kuptojmë më thellë këtë të vdesësh me njeriu e vjetër, do të thënë, ne duhet të heqim dorë plotësisht nga jeta jonë e mëparshme. Ne duhet të jetojmë një jetë që nuk reflekton asnjë lloj karakteri, asnjë lloj fryti të jetës tonë mishore më përpara. Dhe kur vim të jetojmë këtë lloj jete, neve shikojmë dashurinë, hirin e Perëndis. Neve shikojmë paqen e Perëndis, ne e përjetojmë paqen e Perëndis. Ndaj dhe Perëndia këtë gjë na fton neve të kemi parasysh. Në qoftë se ne do të rrëzojmë në tokë, le të themi, do ta rrëzojmë në tokë krenarin, atëherë neve do të kemi marrëdhënie me Perëndin. Dashamirësia është karakteri i Perëndis. Neve shikojmë tek Psalmi 22 vargu 8, kapitulli 34 i Psalmit, vargu 8, Zoti është i mirë dhe i drejtë. Romakët 2:4. Dashamirësia e Perëndis na çon në pendim. Pasuria e hirit të tij në dashamirësi përgjithmonë. Efesianët kapitulli 3 vargu 12, vishuni me dëmshuri, mirësi, butësi dhe durim. Efesianët kapitulli 4 32 thot, jeni dashamirës duke e falur njëri tjetrin. Para Korintasve kapitulli 13 vargu 4, dashuria është dashamirëse e njëjta rrënjë. Tu tek e dyta Pjetrit neve shikojmë listën paralele e rritjes të karakterit si krishterë. Pra, është shumë e rëndësishme marrëdhënia jonë me Perëndin, dhe neve shikojmë dhe shkojmë në detaje për të patur një jetë të shëndoshë dhe të bekatë. Nëse duam pra me të vërtet të adhurojmë Perëndin, ne duhet fillojmë të japim, ose nëse duam që të adhurojmë Perëndin me të vërtet, ne duhet të manifestojmë frytin e frymës. Nëse do të bënim një kontrast për veprat e mishit, do të ishin grindja, zilira, tërbime, përçarje, smira, urrëtia e gjitha këto tjerat me radhë. Fryti i frymës është dashamirësia, mirësia, durimi, mirëdashja e me radhë, që na tregojnë me të vërtetë se sa e rëndësishme është marrëdhënia me Zotin. Tani në qoftë se neve do të shkonim edhe më thellë, të gjithë këta psikologët, influencerat që tregojnë edhe inkurajojnë njerëzit pa patur në mendje fjalën e Perëndis tonë, të mbushe mendjen tënde me gjëra pozitive, mbushe mendjen tënde me vepra të mira, domethënë që të jetosh i qetë, të jetosh i gëzuar. Ndaj nëse neve do ta shikonim edhe nga ana psikologjike, atëherë shikojmë që vetë Perëndia po na tregon këtu që jo vetëm që me jetën tonë dhe me frytin e frymës të jetuar në jetën tonë, ne adhurojmë Perëndin, por gjithashtu kur jetojmë frytin e frymës në jetën tonë, ne jemi më të gëzuar, ne jetojmë në paqe, ne jemi edhe më të shëndetshëm. Nëse do të bazoheshim edhe me mësimet e këtyre influencerëve. 3 pika mësimi që neve mund t'i marrim, ose 3 mësime që mund të marrim nga këto vargje do të ishte: dashamirësia nuk është prodhim njerëzor, është fryti i frymës. Të lidhemi me frytin e frymës vjen vetvetiu, është një lloj sikur Jezusi thret tek Gjoni që thotë unë jam ardia dhe ju jeni shërmendet. Nëse neve do të jemi të lidhur me Perëndin, pra me Krishtin, atëherë vetvetiu ne do të japim frytin e frymës. Dashamirësia është karakteri i vet Perëndis. Kur jemi dashamirës, imitojmë natyrën e Atit, Luka 6:35. Adhurimi i vërtet prodhon karakter të dukshëm. Pra formësimi nga fryma del në sjelljen e përditshme ndaj njerëzve të vështirë. Kundër këtyre nuk ka ligj. Galatasit 5:23 është pikërisht dhe si e mbyllim edhe ne këtë mësim, që në qoftë se ne jetojmë dhe japim frytin e frymës, pra manifestojmë frytin e frymës në jetën tonë, atëherë ne jemi duke plotësuar ligjin e Perëndis, që është adhurosh Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, ta duash Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde, me gjithë çka që ke. Dhe duke bërë kështu, duaje fqinjin tënd si veten tënde, thot Jezusi. Pra duke jetuar jetën tonë sipas
fjalës së Perëndis, jo vetëm që neve kemi paqe, jo vetëm që neve adhurojmë Perëndin, por gjithashtu nëse do të mendonim në mënyrë akoma më egoiste, ne kemi dhe jetë më të shëndetshme fizike, mendërore edhe fizike gjithashtu. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë me të gjithë secilin, Zoti ju bekoft, Zoti ju dhënë paqe.